E asfaltuar mbi 20 vite më parë, rruga që lidh qendrën administrative të Postribës me fshatin Mes Myselim ka pësuar dëmtime të ndjeshme. Asfalti është degraduar dhe gropat e shumta përbëjnë pengesë jo vetëm për qarkullimin normal të automjeteve, por edhe shkaktojnë dëmtimin e tyre. Kjo rrugu shërben të paktën 80 familjeve të këtij fshati, banorët e të cilit kërkojnë që Bashkia Shkodër të ndërhyjë për riparimin e saj, pasi qarkullimi po bëhet gjithnjë më i vështirë. Problema vëllë, që me gropa, pa riparu, pa kurse tërsa vjetë na premturin se ta po jo bëjmë, pas na bënë në gjahë hiç. E kanë pa riparu në gjahë do këso, për të po bo ma keq se ishte. Qarkullojnë gati 3-4 shadrë që ashtu tonë kohën. Edhe që me pas kujdes me motor, mas me bujt këme ashtu ka që është dëmtuar të vjetë që vjenë këtu. Të paguën taksa nuk ka me vjarë, nuk ka investim. Që në 2007, që nuk ka mu dorë kush. Paret hidhen se ku shkojnë, e din më mirë ata që investojnë. Po qarkullot shumë kjo rrugë? Po, a përshkojnë tonë të katunë në kënej. Edhe këtu s'ka investim. Kjo rrugë duhet të përfshihet në hartën e rrugëve kryesore të njësisë administrative Postrib, pasi shërben si unaza dhe përbardhajt, si dhe për zonën turistike të Shtodrit. Mjetet që qarkullojnë në këtë rrugë janë të shumta në numër dhe në rrugët e tjera të zonës, pasi shërben jo vetëm për Mes Myselimin, por edhe përbardhajt, si dhe për turistët që lëvizin me bicikleta në drejtim të Shtodrit dhe kodrave të bardhajve. Për këtë arsye kërkohet me interes të lartë mirëmbajtja e saj.